Këngëtari i njohur Luizelli ka njoftuar rikthimin e tij në Top Channel duke sjellë një projekt televiziv të ri që pritet të startojë së shpejti. Gjatë një interviste televizive, Luizi u përgjigj pyetjeve duke zbuluar detaje interesante rreth formatit të ri. Ai theksoi se ndryshe nga pritshmëritë për një transmetim të përditshëm, emisioni do të jetë me transmetim javor. Unë do filloj një projekt që e kam pas gjithmonë ëndër ta bëj. Do jetë një herë në javë, të premte, në darkë, shpreu Luizi, duke ngjallur kuriozitetin e fansave të tij. Me këtë njoftim, fituesi Big Brother VIP Albania 2 ka konfirmuar rikthimin e tij zyrtar në Top Channel. Megjithatë, detajet të tjera rreth formatit të ri ende nuk janë bërë publike, duke lënë hapur mundësinë për spekulime dhe pritshmëri nga publiku. Luizelli, i njohur për talentin e tij në muzikë dhe për personalitetin e tij të fortë, pritet të sjellë një frymë të re në ekran. Kjo nismë e tij do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të angazhuar audiencën dhe për të sjellë përmbajtje të freskët në programet e Top Channel. Me rikthimin e tij, fansat e Luizit janë të emocionuar dhe presin me padurim të shohin se çfarë ka në mendje për këtë projekt të ri. Ai ka një histori të pasur me industrinë e muzikës dhe televizionit dhe ky hap i ri duket se do të jetë një tjetër sukses për të. Me një format të ri dhe inovativ, Luizelli ka potencialin për të krijuar një emision që do të mbetet në mendjen e publikut. Pritshmëritë janë të larta dhe fansat janë të etur për të parë se si do të zhvillohet ky projekt i ri. Rikthimi i Luizellit në Top Channel është një lajm i madh për adhuruesit e tij dhe për ata që ndjekin televizionin shqiptar. Ky projekt premton të sjellë një përvojë të re dhe emocionuese për të gjithë ata që e ndjekin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.